Një kuptim tjetër I fjalës hikma, sipas fjalorit, është edhe profetësia. Sipas këtij kuptimi, domethënia e ajetit është që të ftosh njerëzit drejt fesë me ndihmën e fjalës hyjnore. Pra të përdorësh fjalën që Allahu I Madhërisëm ka dhënë dhe argumentet që vetë Kurani I Shenjtë ka paraqitur. Nuk duhet të trillosh apo të shpikësh gjërat nga vetja. Ai e tha këtë me shumë keqardhje, duke shprehur se sikur muslimanët ta kishin kuptuar këtë sekret, do ta kishin mposhtur judaizmin dhe krishterimin me argumente. Ai thotë se arma jonë është Kurani I Shenjtë, për të cilin Allahu I Madhërisëm thotë wajahidhum bihi, pra me këtë Kuran dil për xhihad ndaj botës. Por për fat të keq, sot muslimanët I kanë në dorë shumë gjëra të botës, pasuri, tregti, shumë shtete, madje 54 vende janë shtete islamike. Por pikërisht shpatën e Kuranit nuk e kanë, për të cilën Allahu I Madhërisëm ka urdhëruar ta përdornin, domethënë shpatën e argumenteve të Kuranit për të blik.